Përshëndetje të nderuar miq të mi, këtë herë do takohemi me ju për një lajm të kopshëm, për një lajm të trisht. Ka ndruar jetë Eldion Kelmendi, vllau i protagonistit dhe personazhit më të komentuar dhe të njohur shqiptar Gjestit. Ditën e sotme në për të gjitha portalet shqiptare, do me thënë momentalisht në këtë kohë po shpërndahet lajmi i madh pas një aksidentit të ndodhur ditën e sotme, ku në vend të ngjarjes ka ndruar jetë vllau i Gjestit Eldioni. Ju e dini bukur, Gjesti vllaun e tij e ka bërë të njohur me takimin që pati në Big Brother, një familje që në fakt luftonin për të siguruar një të ardhme të mirë. Qëllimi që Gjesti i hyri brenda në shtëpinë e Big Brotherit ishte gjithmonë që t'i siguronte familjes një të ardhme të bukur dhe të jetonin të lumtur dhe të gëzuar në mirësinë që Zoti ua kishte falur. Por dita e sotme Eldionin e ndau nga prehri i tyre. Një aksident i rënd ka tronditur mbrëm fshatin Treboviq dhe zonat përreth qytetit të Pejës, ku sipas raportimeve fillestare një person ka humbur jetën dhe një tjetër ndodhet në gjendje kritike. Mediat lokale raportojnë se i ndjeri dyshohet të jetë Eldion Kelmendi, vllau i reperit të njohur Gjestit. Ngjarja ka ndodhur afër fshatit Qungur në një zonë malore të vështirë për qarkullim. Rreth orës së mbrëmjes, kur automjeti që drejtohej nga viktima është përplasur në mënyrë tragjike. Banorët lokal që ndodheshin afër vendit të ngjarjes tregojnë për momentet e tmerrshme kur dëgjuan zhurmën e përplasjes dhe panikën që u përhap menjëherë. Fshati Treboviq ka lëshuar një njoftim zyrtar ku shprehet dhimbja e thellë për humbjen e një jete të re. Një aksident i rënd ka ndodhur në fshatin ton, faqja e fshatit Treboviq në fakt e ka bërë lajmin të ditur, përkatësisht afër fshatit Qungur, ku nga ky aksident ka mbetur i vdekur në vend vllau i Gjestit, Eldion Kelmendi. Po ashtu në gjendje të rënd është edhe një banor i fshatit ton që ishte i përfshirë në këtë aksident dhe tani ndodhet në spitalin e Pejës. Ngushëllime familjes Kelmendi nga Pavlani për këtë tragjedi kaq të madhe. Sipas informatave nga Spitali Rajonal i Pejës, personi tjetër që u përfshi në aksident është dërguar menjëherë me urgjencë dhe gjendja e tij mbetet e rëndë, ndërsa mjekët po bëjnë maksimumin për të stabilizuar shëndetin e tij. Banorët e zonës kanë shprehur trishtimin e thellë dhe solidaritetin me familjen Kelmendi. Ata kujtojnë Eldionin si një djalë të qetë dhe të përkushtuar ndaj familjes, ndërsa vllau i tij, reperi Gjesti, nuk ka bërë ende një deklaratë publike për këtë ngjarje. Policia lokale e Pejës ka nisur hetimet për të përcaktuar shkaqet e aksidentit. Sipas burimeve policore, nuk përjashtohet mundësia e humbjes së kontrollit të automjetit për shkak të kushteve të rrugës, shpejtësisë ose faktorëve të tjerë të jashtëm. Hetuesit janë duke mbledhur dëshmi nga vendi i ngjarjes, përfshirë dëshmitë e banorëve dhe kamerat e sigurisë në zonë. Kjo ngjarje ka tronditur komunitetin lokal dhe rrjetet sociale janë mbushur me mesazhe ngushëllimi për familjen Kelmendit. Fansat e reperit Gjestit shprehin dhimbjen e tyre dhe solidaritetin në këtë moment të vështirë, duke kujtuar rëndësinë e jetës dhe humbjen e një të riut në mënyrën tragjike. Ngjarja mbetet nën vëzhgimin e autoriteteve dhe komuniteti presin zhvillime të mëtejshme lidhur me hetimin e aksidentit. Familja Kelmendi po përballet me një dhimbje të madhe, ndërsa qytetarët e Pejës dhe rrethinave shprehin ngushëllime të tyre të sinqerta, duke shpresuar që personi i plagosur të mund të rikuperohet. Fillimisht një herë shpreh ngushëllime, unë nuk doja që ky lajm të jetë i vërtetë dhe në fillim thoja që është një gënjeshtër, por fillimisht shpreh ngushëllime tek familja Kelmendi, zotëria e tonit, zonjës së Bahate, Blerinës, Gjestit, ngushëllime të sinqerta. Zoti ju dhënë të forcë që ta përballoni këtë dhimbje, nuk është e lehtë. Jeta është surprizuese. Gjesti gjatë gjithë kohës me qëndrimin e tij në Big Brother, tani që po flas në fakt jam emocionuar shumë. Gjesti gjatë gjithë kohës në qëndrimin e tij në shtëpinë e Big Brotherit kishte një qëllim të vetëm. Ta fitoj atë edicion vetëm e vetëm për të ndihmuar familjen e tij dhe për të gëzuar vllaun e tij, motrën e tij,
nënën e tij. Por jeta të godet kur ti nuk e pret. Unë do t'ju sjell të gjitha lajmet që kanë të bëjnë me këtë rast. Është shpreh ngushëllime dhe me shpresë që kjo familje të bëhet e fortë për ta përballuar këtë dhimbje që me padyshim është e pakrahasueshme dhe pa fjalë. Cili do të ishte mesazhi jon në këto ditë të rënda për familjen Kelmendi? Do të ishte mesazhi që mos u mundoni t'ju bëni keq të tjerëve. Gjesti u ballafaqua me një sër ngjarjesh këtë kohën e fundit. Njerëzit e suksesshëm të ne gjithmonë goditen, njerëzit e suksesshëm të ne gjithmonë mundohen të poshtërohen, por lërni njerëzit e suksesshëm le të jetojnë suksesin e tyre, le t'i kënaqen suksesit e tyre dhe le t'i gëzohen suksesit e tyre. Eldioni në moshën më të bukur, një djalë që kishte ëndra, një djalë që fal vllaut të vet do realizonte dëshirat, por Zoti i di gjërat më mirë. Sot i ka mbyllur syt për gjithmonë. Shpreh ngushëllime dhe njerëz sinqerta për familjen Kelmendi, për Gjestin dhe për të gjithë ato njerëz që janë të prekur nga kjo ngjarje.